Flasim pak për George Sorosin. Lexoj dhe dëgjoj shpeshherë njerëz të cilët vinë tek unë dhe përpiqen ta sjellin Sorosin, George Sorosin apo Alex Sorosin tek unë. Dhe unë nuk e kuptoj dot në botë se cila mendje dhe cila psikik dhe skizofreni mund ta bashkoj emrin e George Sorosit apo të Alex Sorosit me Arian Galdinin, apo me rinisjen, apo me aktivitetet që ka bërë Arian Galdini, apo rinisja, apo dikur LDE, apo më parë akoma FDE. Megjithatë, ne jetojmë në një vend të çuditshëm ku njerëzit janë mësuar që të dëgjojnë shpifje, të besojnë shpifjet që duan dhe pastaj të ngrenë gishtin dhe të akuzojnë dhe të shajnë dhe të mallkojnë çdo njeri bazuar në shpifjen që këta kanë zgjedhur të besojnë. Por t'ju bëj disa pyetje të thjeshta. Juve që vini të ndërzyer apo të bindur se ka ndonjë lidhje Arian Galdini me Fondacionin Soros, apo me Shoqërinë e Hapur, apo me George Sorosin, apo me Alex Sorosin, apo me spin-offet, apo me organizatat apo mbështetjet rrethanore, apo të tërthorta, apo të nëndeshme të George Sorosit. Ore, pyesni çfarë ndodh kur të mbështet George Sorosi? Se ju vet besoni teorinë, ju vet shpërndani teorinë se Sorosi ka një fuqi të jashtëzakonshme globale. Ngre, rrëzon apo mban qeveri. Ngre apo shuan, merr nën kontroll protesta, revolucione, lëvizje. Sorosi, Fondacioni Soros, networku, rrjeti Soros krijon figura, krijon personazhe, personalitete. Rrjeti Soros, njerëzit e Sorosit, të gjithë për shkak të fuqisë që ka emri i George Sorosit dhe për shkak të fuqisë që ka rrjeti rreth e qark George Sorosit, ai i dukshmi dhe ai i padukshmi. Të gjithë janë njerëz të famshëm, njerëz të suksesshëm, njerëz në pozicione, role dhe detyra të rëndësishme. Janë njerëz të pasur, janë njerëz me ndikim, dhe janë njerëz që janë pjesë dhe palë me grupe pushteti, madje edhe të mikro pushtetit. Tani, kur vini dhe sillni tek Arian Galdini George Sorosin, të paktën ndajeni mendjen, sepse jeni të njëjtët ju sharrës dhe mallkues, të cilët vini dhe shprazni urrëtitjen tuaj dhe mllefin tuaj duke thënë e kush je ti, e nga na dole ti, e çfarë je ti, po ti je askush, e kush ta var ty, e kush të njeh ty, po ti je një askush, po ti je një delirant, po ti je një mashtrues. Pra jeni ju që më jepni të gjitha këto dekorata të Vrerit, Helmit dhe Llumit. Tani nëse i kam të gjitha këto, po ku është Sorosi këtu? Si mund të përputhet Sorosi me një dështak? Si mund të përputhet Sorosi me një askush? Si mund të bashkoni George Sorosin me njëri që se një askush, si avar askush, s'vlen fare? Si? Të paktën ndajeni mendjen, sepse i bëni sharjet, i bëni akuzat kaq skizofrenike dhe kaq të smura, sa që as vet nuk e dini çfarë shkruani dhe çfarë thoni dhe çfarë shpërndani dhe çfarë cikloni dhe çfarë ricikloni. Tani ju a them unë, po unë jam njeriu që rrjeti i George Sorosit nuk e do kurkund,
Sepse unë jam njeriu që jam antiteza asaj që bën George Sorosi. Madje unë jam antiteza asaj që bën George Sorosi, unë jam antiteza asaj që bëjnë elitat politike, unë jam antiteza asaj që bëjnë shërbimet sekrete, fondacionet e huaja, madje jam antiteza asaj që bën regjimi, sepse unë jam njeriu i vetbër, jam guximtari i vetbër. Po të kishte dorë tek unë, po të ishte mbështetës ndaj meje, njëri nga komponentët që ju keni ndërmendje, Rama, Berisha, Meta, Veliaj, Balluku, Sorosi, Izraeli, sionistët, ku di unë, Illuminatum, masonët, se kam lexuar gjithë farsoj marrëzie. Pra po të ishte qofte edhe njëri prej tyre mbështetës si Arjan Galdinit, Arjan Galdini nuk do të ishte 100% i ndaluar në media. Arjan Galdini nuk do të ishte i vetmi njeri që ka 20 vjetë, si më thoni ju për shembull, ju vetë, kur donit më shani dhe më poshtëroni dhe të më ullni, thoni, ke 20 vjetë me këtë partinë s'ke nxjerrë gjë dritë, ke 20 vjetë gam dhe s'ke nxjerrë gjë dritë, pra unë nuk do kisha humbur 20 vite tjetës time. Pra vetë dështimet, vetë mosarritit e jetës time, flasin se unë jam i vetbër. Dhe unë nuk kuptoj dot pse ju nuk doni ta kuptoni. Ore i vetmi njeri sot, dhe për këtë vë bast kokën, i vetmi njeri sot në Republikën e Shqipërisë, që nuk ka as 100 dark fitim për fitim apo bonus, as nga partitë politike shqiptare, as nga shteti shqiptar, as nga buxheti i shtetit shqiptar, dhe nga asnjë fondacion apo grupim apo donator apo bamirës i huaj apo vendas, është Arjan Galdini. Dhe i vetmi njeri, absolutisht i vetmi njeri që nuk është pjesë e asnjë networku, asnjë rrjeti, por gjithmonë deklaron shtegun e vetmisë, është Arjan Galdini. Dhe pse e bëj këtë gjë? E bëj që ata njerëz që kanë mend në kokë ta kuptojnë që unë nuk jam palë me asnjë nga komponentët, me asnjë nga aktorët dhe faktorët e regjimit dhe përrethnisë regjimit, përrethnisë ndërkombëtare dhe përrethnisë vendase. Çfarë është përrethnia? Përrethnia janë ata që e rrethojnë regjimin, aleatët e regjimit, shërbime sekrete, fondacionet huaja, fondacioni Soros po të doni, oligarkë, grupe kriminale, grupe mafioze, oligarkë ndërkombëtar, multinacionale, të gjitha këto unë nuk kam asnjë lidhje. Është pikërisht shtegu im i vetmis që mua më ka mbajtur 7 pash në ndë. Dhe sa po unë nis të flas, sa po unë nis të nxjerr kokën mbi dhe, pra sa po unë rikthehem dhe nis të veproj, me njëherë i mobilizohen të gjitha këto fabrikat e llumit dhe baltës dhe fillojnë shprazin, pa pushim të njëjtat akuza, të njëjtën balt, të njëjtin llum, të njëjtën mënyrë të tsharit dhe të mallkuarit dhe të skualifikuarit dhe të ultësuarit njeriut. Po Shqipëria nuk fiton duke ulur njëri tjetrin. Shqipëria nuk fiton duke sharë dhe duke akuzuar njëri tjetrin. E kam thënë dhe herë tjetër dhe po ju pyes edhe një herë. Nëse vërtet motivi juaj është dashuria për Shqipërinë, unë po ju pyes, ore dakord, po e mbrojmë Shqipërinë, por në qoftë se ne do thyejmë çdo shpirt shqiptari, do ndosim çdo emër shqiptari, do bëjmë pis çdo fytyrë dhe emër shqiptari, do baltosim çdo fytyrë dhe emër shqiptari, ore kush do të trashëgojë Shqipërinë nesër? Prandaj para se të dilni, të vini apo të merrni përsipër të shkruani ato marrëzira, ore pyesni veten, ore pse ky njeriu është vetëm në rrjetet sociale? Ore jam i vetmi njeri që jam vetëm në rrjetet sociale. I vetmi njeri që jam vetëm në rrjetet sociale. I vetmi. Nuk jam në asnjë media dhe madje prej 21 gushtit e këtij
nga dënimi me harres që më kanë bërë mediat 100%, tani jam unë ai që kam vendosur të kundër përgjigje mediave me refuzim 100%, pra nuk do më gjeni në media, sepse tani do të refuzoj unë të jem në media nëse mediat nuk pranojnë të më thrasin për të gjithë plotësinë e identitetit, përkatësisë, mendimeve, përfaqësimit dhe veprimeve të mia. Në qoftë se mediat pranojnë të më thrasin për Arjan Galdinin të plot, me përkatësi, me ide, me përfaqësim, atëherë patjetër që unë do të shkoj pas një ngurim, se unë nuk i druhem asnjë përballje. Por në qoftë se mediat do të më ftojnë që unë të bëj analiza apo të flas për të tjera apo të flas për zhvillime, nuk kam pik interesi dhe i refuzoj kategorikisht. Tani, unë me George Sorosin kam vetëm një lidhje. E di që George Sorosi është një keqbërës i madh, i cili ka një rrjet njerëzish dhe ka një infrastrukturë të tërë që don me i bë keq jo vetëm Shqipërisë, por çdo vendi që don të ndërtojë demokraci të vërtet. Është armik i kombeve dhe armik i demokracisë. Ky është qëndrimi im dhe kjo është bindja ime. Në qoftë se ju mendoni se kjo më bën soroist, okay, vazhdoni me marrëzit tuaja. Të njëjtën gjë unë mendoj për George Sorosin, por edhe për Edi Ramën, edhe për Sali Berishën, edhe për Ilir Metën, edhe për Erion Veliejn, edhe për Belinda Ballukun, e për çdo soje sorolog të klubit të plaçkaxhinjve që kanë në kontroll politikën shqiptare, oligarkinë, financat, ekonominë dhe pronarët e mediave e grupet kriminale në Shqipëri. Ky është mendimi im. I gjithë ky rrjet janë keqbërës dhe pengues të demokracisë, të lirisë dhe të zhvillimit të kombeve, dhe në këtë rast veçanërisht të kombit shqiptar. Tani unë nuk e kam kauzë të qenurit anti askujt. Pra në qoftë se ju mendoni se mua më bën soroist fakti se unë nuk jam anti, atëherë okay, mendojeni si doni, po unë nuk jam anti Berish, unë nuk jam anti Ram, unë nuk jam anti qeveri, unë nuk jam anti opozit, unë nuk jam anti PD, unë nuk jam anti kurkujt, sepse unë nuk e kuptoj dot, kaq e thjesht është, unë nuk e kuptoj dot se si mund të lind shpresa nga njerëz të cilët e kanë të qartë kundër kujt janë. Unë vetë personalisht, që ditën e parë që kam filluar të belbëzoj, të flas, të mendoj kur isha fëmijë deri sot, kam kuptuar, jam formsuar dhe jam zhvilluar në bindjen dhe qartësinë se njerëzit ndryshojnë kur ata e dinë mirë se për çfarë qëndrojnë, për cilat parime, për cilat ide, për çfarë vizioni, për çfarë qëllimesh, për cilën doktrinë, për cilat vlera. Edhe kombet kështu ndryshojnë. Pra unë në natyrën time jam i lindur dhe jam i formsuar dhe jam i zhvilluar dhe tashmë jam i vulosur si njeri që kam ndërmend të qëndroj politikisht dhe të flas politikisht për çfarë besoj unë, jo kundër kujt jam unë. Por fakti që unë nuk flas kundër nuk do të thotë që jam me. Dhe fakti që unë flas me nuk do të thotë që nuk jam kundër. Këtu është e gjitha. Ajo që unë dua të them është se fokusi i fjalëve të mia, fokusi i veprimeve të mia, fokusi i qëndrimeve të mia është që unë të shpjegoj parimet, vlerat, qëndrimet, doktrinën për cilën qëndroj unë dhe lëre rinisja. Kështu që Sorosi vaft në djallë dhe të gjithë dreqnit që duan të pengojnë Shqipërinë bashkë me Sorose, me Berishe, me Rame, me regjime, me pronar mediashe, me oligark e me grupe kriminale vafshin në djallë. Unë jam Arjan Galdini
dhe nuk merrem me fatin e tyre dhe nuk bëj parashikime për fatin e tyre. Qëllimi im është që unë të bashkoj shqiptarët për fatin e shqiptarisë. Kaq që të duhet flas për fatin e shqiptarisë, si mund ta ndërtojmë dhe si mund bëhemi zotër të fatit të Shqipërisë dhe shqiptarisë së bashku.